Adem Jashari ka qenë pjesë e këtij vendimi. Adem Jashari ka qenë pjesë e sigurisë me një grup djemve dhe ka vëzhgu për atësaj pjesë ku ka qenë ai, e ka vëzhgu të tërë ngjarjen se si për neve ka qenë momenti më historik, ka qenë momenti më domethënës për neve, se në farë forme e njoftum gjithë qytetarët e Kosovës, se nuk jem dorë të gjata në servis, po jem djem e vajza xhirit dalën nga populli i vujtur me shekuj e me shekuj. Pas asaj betejë, forcat serbe e panë që nuk janë ka ja dalën, sigurisht morën vendim më kthy. Ne i vëzhguam mirë, po deri në momentin e fundit nuk u nalën shtenat nga ona jonë. Ata u kthyn turpënum për Skënderaj, për rrugës që kanë ardhur, dhe ne u të bum gjitha grupet, në pjesën e kundërqeshëm, dhe gëzimi më i madh i joni është që ne të gjithë pështum, gëzimi i dytë është që forcat serbe u kthyn turpënum. Pas kthimit, forcat serbe në Shaj Hakmarrje kanë gjujt në shkollën e fshatit Llaush, ku e kanë plagos mësuesin Halit Geci dhe Shabarreci. Mësuesi Halit pas plagëve ka mbrëmja edhe ka ndru jetë, ka qenë një mësues, ka qenë një familjar, një burr llaushe i mirë, i devotshëm, krejt jetës vetja ka kushtuar arsimit dhe edhe kjo dëshmu, i ka marrë masat më herët, t'i largoj, t'i afroj gjithë nxënësit, sepse veç e kanë kuptu që lufta po bëhet dikon, po ai s'ka dash me kthy shkollës, shpinës dhe edhe ka psu. Familjarët e tij, në koordinim me neve, Sabit Geci i ka pas më të afërt të familjes, dhe ka kërku për tyne që mos të varroset me 26-ën, sepse po mendojmë diçka me ja bo një varrim më madhështor, më të organizuar më mirë, edhe kem ndërmend me marrë një aksion për daljen e ushtrisë lindore në Skënë, me ju tregu gjithë aty në qytetarëve që nuk jem dorë e zgjatur e askujt, që pretendoj atëherë, po jem djem xhirit të popullit, të cilët kemi vendos për asnjë çast mos me anal pushkën Serbisë. Dhe familja kanë pajtu, jemi koordinu, e kemi marrë nga përgjegjësitë tona, kush me dal në Skënë e prezentu ato synimet e tona, kush me marrë rolin e sigurisë të atyre djemve që dalin, po edhe qytetarëve që ka pas për gjithë ato trojeve shqiptare, dikon 25.000 mas pak të në atë kohë u fletë këtë që kanë qenë varrim, dhe edhe ky qëllim u finalizu ashtu qysh mendum, dhe u finalizu në mënyrën më të mirë të mundshme. Gjithë ai grup që kemi qenë me 26-ën, kemi qenë pothuajse prap, i kemi marrë mosat e sigurisë rreth asaj pjese ku kanë qenë mosa grumbullume, dhe ka kalu gjithçka mirë, gjithçka suksesshëm. Daljen publike të QK-s e pritën qytetarët jashtëzakonisht mirë. Fillon me brohoritje, se për momentin kur dolën Skënë në farë formë u shtangën, derisa kupton në bazë fjalimit se çka po ndodh, po filloi brohoritja, duar trokitja, edhe pse ishte varrim, edhe brohoritja duke thirrur UÇK për një moment bukur gjatë, nuk u ndalen këto brohoritje. Edhe neve na banon munim mirë, sepse qytetarët e pritën grotsisht, e pritën sikur na konfirmuan që do të kemë përkrahjen
pe gjithë atyne njerëzve që dojnë me kuptu si Kosova ka nevojë për një forcë ushtarake, ka një forcë që din dhe ka vullnet me a kthy pushkën Serbisë. Sepse asnjë shtet, asnjë vend në botë nuk u shiru pa pushkë edhe pa luftë. Neve na gëzoj fakti që na pritën mirë, neve na gëzoj fakti që fitum përkrajen pej atyne që ishin prezent, po kjo përkraje u rrit gjithandej Kosovës, u shtu kërkesa për armatim, u shtu kërkesa për vullnetarëve dhe në farforme u rrit numri shumë shpejt i djemve me armë dorë, në pjesë i këshin pas edhe dullën s'ken, u lajmëreshin masane që kam një pushk, do me ble një pushk, kam me ble një pushk, edhe kjo na bone me të vërtet më një mirë. Adem Jashari ka qenë pjesë e këtij vendimi. Adem Jashari ka qenë pjesë e sigurisë me një grup djemve dhe ka vëzhgu për atë saj pjesë ku ka qenë ai, e ka vëzhgu të tërë ngjarjen se si po rrjedh dhe si po përfundon ngjarja. Përveç asaj që ka pa rrugën që shpije nga Skënderaj për Llaush, e ka vëzhgu me djem të armatosur, e ka vëzhgu edhe pjesën e varrimit, edhe pjesën e djemve kur ka ndalë në binë. Kjo për neve ka qenë momenti ma historik, ka qenë momenti ma domethënës për neve, se në farforme e njoftum gjithë qytetarët e Kosovës, se nuk jem dorë gjatë në Serbisë, po jem djem e vajza xhiri dalën nga populli i vujtur me shekuj. Dhe në farforme edhe i shpallëm luftë Serbisë dhe i tregum që s'kena me ta nalë pushkën me rana mundësive tona deri të largohesh prej trujave tona. Dhe ashtu ndodhi deri në 99-ën, kur e fitum edhe për krajen e aleancës më të madhe të NATO-s, të Shtetet Bashkuara të Amerikës, dhe përfundoi 99-ën me fitore.